Një person u vu në pranga dhe 10 të tjerë proceduan penalisht në gjendje të lirë pasi u kapën me lëndë narkotike në zonën turistike të Shëngjinit. Sipas bluve, specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Lezhë arrestuan në flagrancë shtetasin LSH, 23 vjeç, për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve. Gjithashtu janë referuar materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për 10 shtetas të tjerë. AJ 25 vjeç, FY 30 vjeç, DA 34 vjeç, TD 46 vjeç, EQ 30 vjeç, DH 19 vjeç, AB 27 vjeç, EP 30 vjeç dhe GB 35 vjeç. Gjatë kontrolleve fizike ndaj tyre, si dhe në automjetët me të cilën lëviznin në zonën e Shëngjinit, shërbimet e policisë zgjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale sasi të vogla të lëndëve të dyshuara narkotike, përkatësisht kokain, kanabis, ekstazi dhe substanca të njohura si 2CB. Ndërkohë, materiali procedurial i kaloi prokurorisë pranë gjykatës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.